Bashkia e Vlorës ka organizuar një javë të mbushur me aktivitete kulturore, artistike dhe sportive në kuadër të çeljes së sezonit turistik 2026. Aktivitetet janë zhvilluar në ambiente të ndryshme të qytetit, duke sjellë atmosferë festive dhe duke gjallëruar jetën kulturore dhe artistike të Vlorës. Nënkryetaria e Bashkisë së Vlorës, Irena Toshkallari, deklaroi se gjatë javës janë organizuar aktivitete të shumta në sallat e qendrës kulturore dhe në teatrin e qytetit të Vlorës Petro Marko, por edhe në zonat të ndryshme të qytetit, me synim për të afruar qytetarët dhe turistët me artin dhe kulturën. Aktivitetet, me thënë drejtën, ka nisur që prej fillimit të javës, ku ka pasur një sër aktivitetesh të organizuara në kinemanë e qytetit, vazhdojnë akoma në teatrin po ashtu, me estradën e të rinjve, dhe tani më vazhdojmë me aktivitetet në ambient të hapur, ku fal zotit edhe koha është më e mirë dhe kemi mundësi që t'i organizojmë këto aktivitete outdoor. Sikurse mund shihni, kanë filluar tani një sër aktivitetesh të dedikuara në zona të ndryshme, kur kemi futbollin në rër, kemi volejbollin, kemi basketbollin, njëkohësisht kemi face painting për t'u argëtuar fëmijët së bashku me tullumbacet për të krijuar një atmosferë, kemi maskotat dhe njëkohësisht janë dhe ping-pong edhe shahu. Dhe nesër kemi dhe kampionatin e notit. Pra, duket një larmi aktivitetesh që zhvillohet njëkohësisht në këtë territor. Ky ishte edhe qëllimi i këtij aktiviteti, që të kemi një destinacion përkatës ku të vinë të argëtohen 2 ditë. Me thënë drejtën, largohemi prej idesë se sezoni turistik hapet në një ditë, çelet në një ditë të caktuar, por kjo është një fest për t'i paraprir punës që na pret në ditët në vijim. Dhe si mendoni, do të jetë suksesshëm sezoni? Ne shpresojmë po përpiqen nga ana institucionale të merren të gjitha masat, në kujdesin e kryetares së bashkisë janë duke u përpjekur që të merren gjitha masat si infrastrukturore edhe ato që i takojnë mjedisit, dhe shpresojmë të kemi një sezon të suksesshëm për të gjithë qytetin e Vlorës. Edhe Qendra Kulturore e Vlorës është angazhuar maksimalisht në organizimin e aktiviteteve me rastin e sezonit turistik. Drejtoresha e këtij institucioni, Angela Kaplani, theksoi se aktivitetet synojnë promovimin e kulturës, artit dhe traditave të Vlorës, duke krijuar një atmosferë sa më tërheqëse për vizitorët dhe qytetarët. Siç e shikoni, i gjithë plazhi i ri është mbushur plot e përplot me fëmijë. Jemi në prag të çeljes së sezonit turistik, tashmë deklarojmë sezonin turistik të hapur dhe ku ka më mirë se të hapet sezoni turistik me këta fëmijë të mrekullueshëm. Jemi të gjithë së bashku për të argëtuar fëmijët e qytetit dhe jo vetëm. Ju presim sot edhe nesër, tekstualisht nesër në orën 10:30, përsëri në të njëjtin vend me teatrin e kukullave ku janë ëndrat. Duket një atmosferë e cila ka përfshirë të gjithë, jo vetëm fëmijët, por edhe vizitorë të ndryshëm të qytetit. Sigurisht, aktivitetet janë të shumta, janë në zhanera të ndryshme, kemi aktivitete sportive, aktivitete kulturore, artistike. Siç e shikoni, të gjitha drejtoritë e Bashkisë së Vlorës janë organizuar dhe janë në terren për të pasur sa më shumë aktivitete dhe për të qenë sa më afër qytetarëve. Pjesë e festimeve është bërë edhe Qendra Kulturore e Fëmijëve Bajram Tushi, e cila ju bashkua aktiviteteve të organizuara për çeljen e sezonit turistik me programe argëtuese dhe edukative për më të vegjëlit. Për televizionin 6+1 Vlora foli drejtoresha e këtij institucioni, Albana Tushe Çurro. Atëherë Qendra Kulturore e Fëmijëve Vlorë sot është bashkuar në organizimin e çeljes së sezonit. Përfaqësohemi me tre grupe të sektorit të sportit, me futbollin, basketbollin dhe volejbollin. Jeni duke parë pjesën e volejbollit, të gjithë fëmijët janë të angazhuar, instruktorët, besoj se do kalojmë një ditë shumë të bukur. Edhe teatri Petro Marko i Vlorës është përfshirë në këtë javë festive, duke sjellë në skenë personazhe të dashur për fëmijët. Organizatorët theksojnë se synimi kryesor është afrimi brezit të ri me teatrin dhe edukimi artistik i tyre përmes aktiviteteve kulturore. Po, sigurisht, edhe ne si tashmë pjesëtar të teatrit Petro Marko jemi sa më afër fëmijëve. Personazhet janë nga shfaqja e fëmijëve që është bërë së fundmi, Arushi Punë në kërkim bishit të humbur, që doli me një sukses shumë të mirë nga teatri. Tani po vazhdojmë me shkollat. Po punojmë, domethënë, dje kishim shkollën Perla, shumë shpejt kemi internacional dhe besoj shumë shpejt do kemi dhe shkolla të tjera në teatr. Dhe është një gjë shumë e mirë sepse afrohen fëmijët sa më afër teatrit, ta njohin teatrin, shikojnë një shfaqje që është sa më afër tyre dhe erdhëm dhe sot këtu që t'jemi sa më afër në çeljen e sezonit. Po, i përshëndesim që të gjithë fëmijët edhe i ftojmë që të bashkohen, domethënë edhe në lojrat që do organizojmë. Në këtë ditë shumë të bukur. Na fal që jemi kështu se kemi gjysore luajmë ping-pong. Dhe i ftojmë që të gjithë që të vinë këtu edhe në aktivitetin që është sonte në darkë. Të gjithë në çeljen e sezonit turistik në Vlorë.
Një atmosferë festive është krijuar edhe përmes aktiviteteve sportive të organizuara për fëmijët në ditën e parë të çeljes së sezonit turistik. 10 fëmijë janë bërë pjesë e lojrave dhe garave të ndryshme sportive, duke kthyer këtë ditë në një festë të vërtet për ta. Sot është një ditë e shënuar, është çelja e sezonit turistik, me pjesëmarrjen e gjithë grupeve kulturore sportive që ka qyteti ynë. Është një ditë feste për fëmijët, ashtu si dhe për ne. Fëmijët ndihen të kënaqur, të lumtur. Është një ditë që pothuajse largohet nga streset e përditshme, nga rrjetet sociale dhe merret me aktivitet sportiv. Këtu kemi grupin e volejbollit qendrës kulturore të fëmijëve, atje kemi grupin e basketbollit, më poshtë është grupi i futbollit dhe të gjithë janë të mobilizuar për të dhënë një shfaqje sportive të këndshme dhe për të kaluar një ditë sa më të bukur.